është pikërisht deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, zotri Enver Hoxha, i cili ka alarmuar pas këtij lajmi. Zotri Hoxha, besoj e kemi gati, nëse po më dëgjon, mirë se vini në Kosova Live. Mirë gjej. Faleminderit shumë për këtë inkuadrim. Ju keni thënë që raketat kineze në Serbi e rrezikojnë stabilitetin rajonal. Ky është qëndrimi juaj. Po, unë si dikush i cili ndjek temat e politikës jashtme, zakonisht i përcjellin e detaje çdo ngjarje dhe vendim që merr Serbia, dhe me thot drejtën kur e pash dje lajmin i cili u bë publik dhe në disa media ndërkombëtare, nuk muja të besoja që do thotë aeroplanet serb MiG-29 mund të kenë raketat e tilla që nuk i ka ndonjë aeroplan tjetër aktualisht në Evropë, dhe kjo tregon që Serbia është burimi i destabilitetit dhe mbi gjitha burimi i destabilitetit me mbështetje kineze. Nëse deri me tash Serbia është armatoz vazhdimisht me mbështetje ushtarake, qoftë ruse, bieloruse, dhe ka qenë një platformë e ndikimit rus në Ballkan, në këto 5-6 vitet e fundit shihet qartas që një bashkëpunim kinez-serb mund të rrezikon paqen dhe sigurinë jo vetëm në Ballkan, por në Evropë. Ndërkohë që ky bashkëpunimi me Kinën, zotri Hoxha, çka tregon sipas juve në aspektin politik, gjithmonë po flasim? Tregon që Serbia edhe më tutje është një bosht i cili synon që ta destabilizon Ballkanin, që ka pretendime hegemonike ndaj shteteve të tjera në rajon, dhe që bën përpjekje në këtë situatë të re ndërkombëtare, ku rendi ndërkombëtar i vjetër, i cili krijoi hartën politike të Ballkanit të sotshëm dhe një Evropë të bashkuar, është rendi i cili ka ra dhe rendi i ri ende nuk ka lindur, dhe serbët bëjnë përpjekje që në këtë situatë re politike të jetësojnë ambicet e tyre hegemonike. Kjo nuk do të thotë që mund të ndodhë diçka sot apo nesër, por faktit që buxhetin që ka Serbia është më i madh se sa totaliteti apo tërësia e buxhetit të të gjitha vendeve të Ballkanit perëndimor, dhe faktit që çdo herë më shumë po armatoset me armë ruse, kineze, por edhe kontratat që i bën para 2 vitësh duke blerën Rafale, aeroplan francez, tregon që vendet perëndimore duhet ta marrin seriozisht këtë çfarë po ndodh në Serbi, por edhe Kosova, vendet tjera të rajonit duhet të kenë aleanca më strategjike, se si të përballen me një situatë që mund të ndryshon në çdo minutë, me që nëse deri para 4-5 vitësh ka ekzistuar ideja e pabesueshmërisë së luftës në Evropë, ajo se çfarë po ndodh në Ukrainë duket që është realitet evropian. Prandaj në këtë situatë të pasigurisë, një lajm i tillë që një MiG serb 29 shihet me raketa me moderne kineze, është shqetësim të dëshirë, shqetësim jo vetëm për Kosovën, po dhe për rajonin dhe për Evropën. Po, zotri Hoxha, ndoshta t'ju bëj një pyetje më direkte. Dirisa po flisnim edhe me analist politik, por edhe fizikan që i njohin raketat, po thonë se nuk e besojnë që me të vërtetë Serbia i ka bërë këto blerje, po e quajnë si një provokim të radhës nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Jo, a besoni se me të vërtetë janë blerë këto raketa? Unë nuk jam në institucionet e sigurisë, që ta kanë institucionet e sigurisë që të verifikojnë lajmet e tilla, po qoftë nëse janë pjesë e luftës hibride. Mendoj që Kosova duhet të reagojë. Ato që duhet ta di secili që pretendon që merr vesh në politikë jashtme apo në siguri, është që të operon me skenar të këqij, me skenar negativ. Ai i cili analizon apo merr vendime për temat e politikës jashtme duhet të zgjohet dhe të shkon në gjumë për asë çfarë mund të ndodhë me keqja e madhe. Dhe ne në situata tilla kemi reaguar edhe në kaluarën, duhet të reagojmë edhe tash, duhet ta shpërfaqemi potencialin destabilizues të Serbisë. Evropianët një kohë të gjatë nuk e kanë marrë seriozisht qoftë elementet caktuar të luftës hibride ruse, po qoftë edhe vetë gjendje faktike, prandaj duhet jemi masuqen. Nuk mendoj që kemi luksin e analistave, të cilët her pas here mund të lexojnë
eventualisht dhe një lajm gjuhën shqipe dhe me përpjekjen që t'japin analiza pra se çfarë po ndodh. Një gjë është e sigurt që Rusia dhe Kina në këto 20 vitet e fundit me cilat Serbia ka partneritete strategjike, partneritete ushtarake, bashkëpunim politik, bashkëpunim ekonomik, janë ato të cilat duan që ta shohin dhe ta përdorin Serbinë për ambicjet e tyre në Ballkanin Perëndimor, dhe të njëjtën kohë Serbia është e gatshme që të shërben si një zgjatje qoftë e Rusisë dhe Kinës. Prandaj përteja asaj se a u ble kjo raketë, as u ble kjo raketë, prandaj që duhet ta kemi një koncept gjeopolitik për asaj çfarë po ndodh. Po. Ndërkohë, zotri Hoxha, kemi edhe një lajm fundit, pra një analist politik, pra nga Serbia, thotë se s'ka kapacitete për ta sulmuar dikë, pra kjo raketa kineze me reze gjatë, pra po vinë edhe këto reagime tjera që ndoshta po e arsyetojnë edhe këto blerje dhe po arsyetojnë edhe deklarimet nga Aleksandar Vučić. Po tash unë nuk di se kush ka qenë analisti i cili e ka bënë deklaratë të tillë dhe ka plot analista që janë pjesë e luftës hibride ruse dhe serbe vetë serb, të cilë çdo ditë marrin vëmendje në mediat e Kosovës. Prandaj nuk duhet që të trajtoj seriozisht. Po. Është analisti ushtarak serb Aleksandar Radić, i cili thotë se perëndimi nuk do të hesh ndaj vendimit të autoriteteve serbe për të zgjedhur Kinën partnere në prokurimin e raketave hipersonike. Kjo është zgjedhje politike nga Aleksandar Vučić. Kina e mbështet atë ndërsa i blen armë kineze. Është një fakt, një instrument i politikës së jashtme, një mekanizëm në cilën hyn një marrëdhënie të fortë strategjike dhe pret një nivel të caktuar mirëkuptimi. Pra ka kritika edhe nga analistë vetë shtetit Serbisë, thonë që kjo po bëhet më shumë në aspektin politik, pra tregojnë që ka një marrëdhënie të mirë me Kinën dhe po blen pajisje ushtarake nga Kina. Prej kur ka filluar agresioni rus ndaj Ukrainës. Dhe deri në këtë kohë, Serbia ka pas si partner të koordinimit të saj në baza ditore, por edhe afat mesme dhe afat gjatë, të pajisjes ushtarake, të këshillimit politik, diplomatik, por edhe të ekspertëve ushtarak të cilët kanë qëndruar në Serbi, kanë qenë gjitha nga Rusia. Do thotë Rusia ka qenë, si më thonë, ai ylli polar i sjelljes serbe qoftë në Ballkan, qoftë në Evropë dhe globalisht. Ajo se çfarë ka ndodhur mas shpërthimit të luftës në Ukrainë është që çdo ditë më shumë serbët po ofrohen me kinezët dhe ne jetojmë në një kohë kur Kina tashmë nuk i mshef ambicet e saj politike në raport me ndikimin e saj ndaj Evropës. Nëse deri më tash në kaluarën kinezët nuk kanë pas dhe një shqetësim për zgjerimin e NATO-s drejt Ballkanit. Ju keni disa deklaratat të tyre të bërë vitet e fundit që ata e kundërshtojnë zgjerimin e NATO-s drejt Ballkanit Perëndimor. Nëse të kaluarën kinezët e kanë pa Evropën vetëm si një platformë për bashkëpunim ekonomik, tash e kundërshtojnë zgjerimin e Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor. Ne jemi duke jetuar në një rend të ri ndërkombëtar, ku neve na vjen një fjalor i ri, na vjen një hartë e re konceptuale dhe në këtë rivalitet të fuqive do të adim si një vend i vogël se si të reagojmë, se si të analizojmë, se çfarë vendime duhet të marrmi dhe në bindëtimet e plot perëndimi në këto 5 vitet e fundit, por historikisht edhe këto 25 vitet e fundit, ka dështuar që ta disiplinon Serbinë. Dhe Serbia po sillet si një Rusi e vogël në Ballkan, është e pa kuptim pras luftës që ka ndodhur në Ukrainë, se si Bashkimi Evropian nuk ka arritur që të vendosë sanksione, ta izolon dhe ta lufton në rrafshin politik dhe diplomatik Serbinë, edhe cila matutje sillet gjëja sigurisht s'po ndodh asgjë në këto 4-5 vitet e fundit. Prandaj unë shoh kritike që vendet e Ballkanit Perëndimor të merren me çështje dhe tema të tilla, me qëllim që duhet të parandalohet ajo që është më e keqe. Dhe pyetja e fundit, zoti Hoxhaj, krejt përfunda, duhet ndihen qytetarët rrezikuar nëse nuk ka një reagim nga autoritetet përkatëse në Kosovë, se po duket që krerët e shtetit e kanë gjithë vëmendjen tek kjo politika e brendshme dhe jo ato që po ndodhin përreth. Shqetësimi im është ne e kemi edhe një kohë në cilën Amerikanët dhe Evropianët nuk kanë raporte me të mira të mundshme.
do të thotë jo vetëm që nuk ka një partneritet të mirëfillt, por duket që për disa tema ka një lloj divorci politik në mes të Amerikës dhe Evropës, dhe ne si vendi i cili është mbështet historikisht nga amerikanët dhe nga evropianët, do ta shohim me seriozitet këtë ndarje transatlantike e cila po ndodh. Qeveria dhe këta që janë në pushtet janë më shumë të shqetësuar për divorcin e pozitave që kanë aktualisht në jetën tonë politike dhe institucionale, dhe natyrisht nuk kanë kohë që të merren me tema të cilat janë të interesit strategjik dhe po shihet që në këto 5-6 vite të fundit në fakt nuk ka pas as politikë të jashtme, as sigurisë mbrojtjes, ka pas më shumë propagandë dhe performancë mediale. E qartë. Zotri Hoxha, ne ju falenderojmë shumë për këtë inkuadrim dhe këto mendime që i ndohet bashkëmënia i përket këtyre deklaratave të presidentit serb Aleksandar Vučić. Me ndërshofshim. Kënaqësi.